Atëherë përshëndetje të gjithëve, e nisim këtë takim me një prezantim tonin. Ne jemi Unioni Gazetarëve Shqiptar, profesionistë të diasporës, i cili është i regjistruar në Zvicër në vitin 2021, përbëhet nga gazetarë shqiptar që ushtrojnë profesionin e tyre në Zvicër, në Itali, Francë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Misioni qendror i shoqatës tonë, që nga themelimi është liria e fjalës, e mediave, si një domosdoshmëri etike për një shoqëri të lirë demokratike. Zgjedhjet e lira, të drejta, të ndershme janë baza themelore për një demokraci të vërtetë e funksionale. Roli sovran i mediave, të cilat nuk ju nështrohen trysnive dhe joshjeve nga regjimi dhe tentakulat e tij të zeza financiare, është i pazëvendësueshëm që Shqipëria të ketë zgjedhje të standardeve të demokracive perëndimore. Pikërisht në këtë fokus ka nisur dhe ky cikël takimesh virtuale të unionit tonë me politikanë e kandidatë të zgjedhjeve parlamentare e vendore shqiptare. Ne kemi tëlluar 7 pyetjet. Kemi tani të ftuar zotin Gabriel Guma, i cili është kandidat i Bashkisë Tepelenës. Po para se të nisim bisedën me të, që kemi tëlluar 7 pyetjet, unë ju prezantoj bordin tonë drejtues, zoti Skënder Buçpapaj, i cili lidhet nga Zvicra dhe është kryetari i shoqatës tonë, zoti Artan Kutra, i cili lidhet nga Franca dhe është nënkryetari i shoqatës tonë, kemi zonjën Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi zonjën Elida Buçpapaj, e cila lidhet nga Zvicra, kemi zotin Ardian Muraj, i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi zotin Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca, dhe unë, Alba Kepi, që lidhem nga Italia. Në fokus pra është kandidatura e zotit Guma për kryetar bashkie në Tepelen, pas tërheqjes së kryetarit Tërmet Peçi i Partisë Socialiste. Për një rikujtesë historike për publikun që na ndjek, Bashkia e Tepelenës, që prej vitit 2011 është drejtuar nga Partia Socialiste, pra nga vetë Tërmit Peçi. Unë e nisi me njëherë të bisedë duke ia dhënë fjalën kryetarit shoqatës tonë, zotit Skënder Buçpapaj. Guma, unë ju përgëzoj për guximin tuaj që t'jeni në të garë për kryetar të Bashkisë të Tepelenës, një zonë tradicionalisht e majtë. Ju përgëzoj për vizionin tuaj që e keni shpallur në paraqitjet e tuaja para publike pas kandidimit për kryetar bashkie. Me pëlqen që ju e shikoni Tepelenën si një qendrore të jugut, nga cila mund të priten përfitime më të mëdha nga ky pozicion gjeografik. Ju keni synin tuaj që Tepelenës të jepni një fytyrë të lumtur, duke shkuar nga varfëria. Ju jeni vetë i ri në moshë. Në programin tuaj për Tepelenën, çfarë vendosë rinia e Tepelenës? Kjo është pyetja ime për juve. Unë jo vetëm si kandidat për kryetar, po unë jam përfaqësues i rinisë. Dhe për mua rinia është, pra lëvizja që unë po bëj është thjesht për t'i dhënë një besim që këtu bëhen gjërat me rinin. Jo të shikoj Tepelena si ai kalimi për t'u larguar. Pra unë këtu kam jetuar, por 4 muajsh i kaloj edhe në Tiranë, edhe këtu dhandi edhe këtej. Por tani dua të jem këtu me fokusin që t'ju jap dhe çdo kujt që vjen, që mbaron atë gjimnazin, po dhe një
student që ka vajtur në Universitetin e Tiranës dhe do të kthehet, po dhe një që ka mbaruar studimet jashtë, unë t'i jap mundësinë që këtu të gjejnë një të ardhme. Kjo është pra arsyeja ime kryesore pse unë po kandidoj është që unë i dua të rinë ta zhvillojnë jetën e tyre këtu. Po ndoshta një pyetje që ngjitet me pyetjen e mëparshme do të ishte, a keni ndonjë projekt konkret për bashkëdhetarët tanë shqiptar ose më sakt për banorët e Tepelenës që jetojnë jashtë Shqipërisë, dhe nëse ata do të duan të kenë projekte për të investuar në Tepelen, për të afruar në Tepelen, a keni juve ndonjë program, ndonjë projekt, një ide më konkrete? Konkrete, absolutisht që po. Shiko, fokusi im është ndarë në 3 objektiva. Në objektivin e parë, që është pra për mua turizmi do ishte i treti. Kështu që fokusi im i parë është arsimi dhe kultura. Brenda arsimit dhe kulturës ne do kemi hapësira të pafundme për të rinjt. Pra që nga zhvillimi i eventeve për fëmijët në arsim. Pra, të nisim nga gjëra shumë bazike deri në gjëra të mëdha, pra çdo gjë të ikit në një kompas të duhur. Si fillim, pra, ne po themi që të mbajmë të rinjt. Po të rinjt duhen dhe ata të rinj që janë nëpër gjimnaze. Çfarë mund të zhvillojnë të rinj që janë nëpër gjimnaze? Një fëmijë 16 vjeç mund të jetë direkt i punësuar. Një fëmijë 16 vjeç mund të angazhohet me aktivitete. Pra, edhe me OJF, jo fitimpruse, po dhe me aktivitete që mund të zhvillohen brenda këtu, nëpërmjet drejtorisë së arsimit dhe drejtorisë së kulturës që ka vetë bashkia e Tepelenës. Po flasim pra tek objektivi im, sepse mandati im është vetëm 1 vit e gjysmë dhe unë për 1 vit e gjysmë do të përgatitem. Pastaj, objektivi tjetër është zhvillimi i blegtorisë edhe bujqësisë. Pra ku fëmijët që jetojnë nëpër fshatra angazhohen. Po le të angazhohen akoma dhe më mirë. Pra nuk mund të angazhohen në ato punët bazike, ço merr qumshin këtu dhe çoj atje. Pra të kemi një projekt më eksakt. Unë i kam projektet, por dua të jem më konkret edhe me njerëzit tu. Pra nuk mund të flas ëndra për njerëzit këtu. Do flas gjëra që bëhen dhe në rinia. Sepse ata fëmijët që janë këtu nuk e shikojnë të ardhmen, ti them unë të vetë dhe ti them unë shiko, pse se ndihmon ti atë babain tënd, të merresh ti dhe ta ndihmosh, jo ai, aty është sosur durimi, ai thjesht do të ikë. Por të kemi projekte më eksakte, pra, që unë jam rritur këtu. Unë jam rritur edhe unë kam një xhaxhaj që ai ka dhe lop, edhe sa them, jetat kur e shikoja thosha, okay, dhe marrin qumshin, do ta zjejnë, ai do ta shpërndajnë, po unë kur hy këtu, pra unë si i ri kur hy këtu. Unë do jap subvencione për ata prindër që kanë këto dhe kanë dhe këta fëmijë, ku të zhvillojnë biznese të vogla. Sepse këtu në Tepelen e para ka shumë biznese që i përkasin agroturizmit, të cilat pse të marrin qumësht aditutja. Po le të krijojmë një bord me ato kontrollet, me bashkëpunim me ministri, me të gjitha, absolutisht komfort të rregullave dhe komfort të ligjeve, ku çdo gjë që të prodhohet të shitet të nesërmen, jo të kalojë në procese burokratike të largëta. Pra, bëj sot, shit nesër. Pra lidhja e këtyre të rinjve drejt për drejt me biznese. Nuk e di apo më kupton. A jam i qartë? Më konkretisht, një banor i Tepelenës që nuk ndodhet sot në Shqipëri, që ndodhet diku në një shtet të huaj, çfarë do të propozoni ju që ai të rikthej dhe të investonte në qytetin e tij të lindjes, pra në Tepelen për shembull? A keni ndonjë projekt? Cila është gjëja më e rëndësishme në Tepelen që nevojitet? Që mund ta bëni në bashkëpunim me banorët shqiptar që janë jashtë Shqipërisë? Po, si ta them, Tepelena është unë ta thash çfarë, do të folur me këmbë në tokë, Tepelena po boshatiset nuk ka njerëz. Pra, që se do të llogarisin partijake, këtu 4.000 vota janë tëra. Pra, 4.000 njerëz janë, po mos... Unë jam dhe në diskutim të përditshëm me specialistë në të gjitha fushat. Pra deri tek ata që kanë të bëjnë me ekosistemin dhe ambientalistët. Pra në Tepelena është e vizhë, nuk ka dhe nevojë për ambientalistët, por prap ka ide pafund. Një nga gjërat që unë po mendoja,
dhe ka menduar gjatë gjithë kësaj kohës që i përkasin për t'i dhënë fokus dhe njerëzve që jetojnë jashtë për të ardhur në Shqipëri, është nuk e di pse po mendoja këto ditë të fundit, nga që dhe ka filluar ky sezon i dimrit, zhvillimi i turizmit dimëror. Në Tepelen nuk ka turizëm dimëror. Pra, ti ke pafund njerëz që bëjnë hiking, ti ke pafund njerëz që bëjnë sport ekstreme, por tu nuk ka njerëz, nuk ka specialist që ta zhvillojnë këtë gjë. Pra, një nga pikat shumë të rëndësishme mund të jetë një Tepelenas ose një përmetar ose një Gjirokastrit, ku e kupton këtu mund ngrihen shoqat edhe mund të organizojnë një tur, po flasim minimalisht, po pastaj mund të kthehet edhe në përmasa më të mëdha, një prej pikave. Po ka edhe shumë pika të tjera. Faleminderit Gabriel, e kuptueshme, ju jeni mjaft i ri, por dhe për politikan të rinj dhe energji të reja Shqipëria ka shumë nevojë, kështu që ne jemi më se kurioz për të pasur dhe dëgjuar zërin e të rinjve. Fjalën e ka zonja Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit Alba. Faleminderit zoti Guma për bisedën me ne. Po filloja nga ajo që sa t'juve që bisedoni shumë me specialist. Po ta vazhdoj pak atë, nëse mund të thuash çfarë të thotë specialistët, çfarë të thotë elektorati. Desha të them, si duke vazhduar atë të kolegut, cili është sot për ty problemi më shqetësues në Tepelen, nga ato që thonë specialistët? Popullimi. Shpopullimi është okay. Popullimi është gjë më e mërshme. Edhe kuptova atë që the që je ke vetëm një vit e pak për mandat. Jo, kjo s'më bën që unë ta jem kështu, e kupton, që t'ju them njerëzve çfarë do bëj unë për një, jo, unë kam shumë të qarta gjëra që do bëj për një vit e gjysmë. Unë kudo që po vete, po i them njerëzve, na unë mos prisni t'ju bëj fush me lule. Jemi këtu për shembull, unë e kam ndarë dhe në Krahina. Jam pak Tepelena ka shumë pak fshatra, nuk di pse e kanë fokusin shumë te fshatrat ku qyteti është akoma dhe më i rëndësishëm. Po nga që vide vet si djalë në fshatin, në Luzati, e kupton, dhe e dua ato natyrën shumë. Atëherë, në ditën e parë që je kryebashkiak, cili do ishte veprimi yt i parë si kryebashkiak i Tepelenës? Veprimi im i parë është që do ulesha direkte me çfarë administrata e Tepelenës. Dhe ajo çfarë mban administrata e Tepelenës do t'i klasifikoja në dy kategori. E para, janë ata profesionistë që vërtet e bëjnë punën me shpirt, me pasion, dhe janë vërtet bashkëpunues, që bashkia dhe administrata i ka, sepse unë i njoh shumë mirë se unë jam djalë prej këtu. Dhe dyta, do ishte, nuk do thosha presion, absolutisht, se unë jam aty për të qenë një diktator. Por, një bisedim i konstruktuar, ku do i thosha, vlla, unë kam ardhur ta bëj, nuk kam ardhur të përdoreni siç jeni përdorur më përpara për të ushtruar presion ndaj popullit vetëm për ato votat në atë fundin e atij 4 vjeçarit. Këtu janë të ndarë në dy kategori njerëz, ata që vërtet punojnë dhe ata që s'punojnë, po përdoren për patronazhizëm. Dhe marrin të dy të njëjtin rrok. Po ky nuk flet dot. Pse? Sepse ka këtë. Këtu janë këto, nuk e di. Sa që unë një nga gjërat më të mëdha e kam shkëputjen e popullit nga administrata. Nuk do përdoret në një vit pasi të mbaroj ky mandat im dhe do jenë zgjedhjet e ardhshme. Gjëja e parë që unë dua të arrijë gjatë gjithë kësaj periudhe është patronazhimi. Pra presioni i drejt për drejt të popullit. Më kupton? Nuk e di. Jo, qartë, shumë qartë. Fokusi jot i parë është administrata, pasi një administratë e mirë do të sjellë dhe një frut mirë të punës. Shumë i qartë. Nuk është e thënë, më fal, se dua të tani kështu më vini det. Nuk është e thënë që ajo administratë punoj, sepse nuk ata njerëz janë fundja fundit. Se që unë javës tjetër do filloj të fushatën me administratë që shiko ti e ky, ti ke bërë këtë absolutisht. Unë jam shumë i sigurt, sepse unë jam dhe në profesion, unë jam shumë një PR, pra unë shes gjën. Dhe ajo që unë dua të bëj është i them ndonjëherë njerëzve, unë do marr atë pankartën dhe do dalë aty te agjencia e Tepelenës, do të them, kjo është Tepelena. Hajde këtu se ne do bëjmë këtë, por absolutisht pa i prishur punë askujt që e ka zhvilluar tash për një biznes. Pra, po qeshë se i thosha një ditë,
I tepelensi, i thosha, o vllai, thosha una, ore mos prit na unë që të rriun aty të dera, aty të tap derën se ju ka mësuar tërmet peçe keshu. I thosha, ri tërmet peçe tek karriga dhe presa njerëz të vinë. Jo, i thosha, mua mund të më gjesh edhe në ndonjë bienale, panair, turizmi në mes të Tokios. Po e bëj për Tepelen atje do jem në krye, do bëj një super stand me promovimin në mënyrën më perfekte, e do të them. Tepelena ka mundësi për këtë, Tepelena ka mundësi për këtë. Tepelena ka mundësi për këtë. Pra, mund t'jem dhati, kështu që Gabriel ne keni një PR, nuk e keni vetëm një kryetar bashkie, po them të rëndom që ju ul të dyja palë dhe them, jo po ti bën, po ti s'bën, po hajde herës tjetër ti prap aty. Absolutisht, 39 kryetaret e mi, fokusin të ndarë në për ato krajina dhe gjithë secili përgjigjet në kohën më të mirë, në mënyrën më të mirë. Dhe ketë drejt, pasi Vjosa është një pasuri unike që keni. Tani pyetjen e ka zoti Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca. Presoj që do të nisësh me Bienalen në Japoni, sepse mund t'i kushtoj pak shtrenjtë. Sa pak kursit të Tepelenës. Nuk e harroj sepse. Di Joshik, çiko. Se ne rrafi dhe pak si lart vëlla, e kupton? Është vërtet e bukur Vjosa, po dhe këta dhe kur e bëj foto nuk din ta bëjnë, ëh? Edhe kur e mos thuaj. Jo, mos thuaj. Çfarë kanë dhënë në falla ajo paldoria e Ramës? Si do dalësh? Kam një më të mirë se asaj. Kam një më të fortë se ajo e Ramës. E ke kliente apo ke rivale? Si? Çfarë e ke? E ke kliente apo ke rivale? Apo je klienti i saj, apo ajo është Jo, ishte nga këto që kishte filluar e transferoi profesionin te ChatGPT-ja dhe nuk më filloi të pëlqente më. Ku ke milituar? Ku ke filluar? Ke patur jetë militante? Una? Asnjëherë. Jo, unë dhe ato protestimet time mendore i bëja brenda në piktura, kështu që nuk kam qenë i angazhuar asnjëherë për mitingje. Nëse kishte fjalë për mitingje ose gjëra të tilla. Jo, jetë militante në një parti, në një kalosh me një ke shkalla e lartë e kryebashkiakut, para supozon se je rrallë pak a shumë me këto nevojat, kërkesat e komunitetit. Këtë do e dira, po kjo se unë jam shumë sinqert për drejt. Dashuria e parë ka një fund të parë, kjo nuk është. Në bindje i djath, po Tepelena të bën dhe të majtë. Tepelena këtu të bën të mbajshë, jam aty në mes, jam dhe i linjë që i do atë dyja. Unë fillimisht jam angazhuar në 2021, duke qenë se shoku im i ngushtë ishte djali i drejtuesit të fushatës së Lulzim Bashës. Edhe unë deri në atë pikë nuk isha marrë kurrë me parti, asnjë në jetën time. Por kam pasur gjithmonë një bindje atje brenda tek ato pikturat e mia që të flisja për këto probleme sociale politike, e kupton? Pra, kjo shoqëria që na rrethon, e kapur nga politika ose e kapur nga shumë gjëra edhe si transformohet. Por me politikë dhe me parti asnjëherë. Deri në 2021 ku unë sa më kishte ndodhur fatkeqësi, babai im ndron kishte ndruar jetë. Edhe unë vi me shokun tim ngushtë në Tepelen. Unë këtu isha më po, e unë këtë ratë erdha për këtë punë. Edhe më thot, Gabriel, më thot mua, jam marrë dhe jam me fushat? Po lali i thashë në asnjëherë sa më, që janë të mua bete. Po, a i më tha mua, do bëjmë fushata në Gjirokastër, në kohën e në Gjirokastër, kishim edhe babajnë e i shoku tonë përsëri të ngushtë që kandidonte për deputet. Dhe ishte i dyti, a i kisha ato mërzitjet e veta, e përsëri se i kishte vujt i dyti gjithmonë. Edhe bukur është se unë kam qenë atë parë, për herë të parë dhe për herë të parë mundësisht, që e kam hasur problemin e ndarjes së Partisë Demokratike e kisha brenda në makinë. Pra, unë kisha djalin e Roland Begos dhe djalin e shefit organizativ të PD-s, Said Dollapit, i kisha në makinë. Pra, njëri që ishte për PD dhe njëri që ishte për emër personal, absolutisht dhe për partinë. Edhe, kur shkodi në për shtëpia, se kështu, shtëpi më shtëpi, thoshte, këte i thoshim që shif se jemi për PD-n, që PD-ja të mbleti, PD-ja është entuziazmi që shqiptar nuk duhet të kenë gjithmonë atë shpirtin opozitar, pa duhet të kundërshtojnë, nuk duhet të jemi të trembur për bindjet tona, ne duhet të bërtasin, ne duhet dhe në krau tjetër kisha
Deri në Rolandi që absolutisht ai kishte bërë ato kontributet e tij në Partinë Demokratike të rjetën dhe po kërkonte vota absolutisht për PD-n, por edhe për veten e vet. E fillonin ato sherret në makinë, jo po pse kështu, po ne duhet i themi kështu, po ne duhet i themi kështu, edhe derisa pra nuk e di apo më kupton. Po, aty do të bëj aksidenti që të hoqën pikat, që të futën ku diun të dënuar dhe sot doli problemi tek KQZ-ja, ku zgjidhet me Shatë nuk e kam patur patentën në jetën time. Pra, shiko, unë kam patur një si nga që kundroi jetë babi, babi thoshte gjithmonë që ti nuk je shumë njeri mirë makinë. Nëse unë kam gjë që unë vetëm citoj. Heci, dua të heci. Pra është ajo që më thënë ti për pjesën e shkallëve. Ja, pra na një person që s'ishte marrë kurrë me si militant, partijak, në kryetar, ajo ambicia ime për të vajtur për të kandiduar për kryetar bashkie, është ajo. Prandaj se mbaj patent unë të keq vllai. Të mbaj dhe patent unë e kupton shumë shumë i sinqert të gjitha. Shumë i sinqert. Më leje dhe shokët, ke ndonjë metodë ti bësh një fall Këshillit Bashkiak, pastaj po fitove që të jenë me ty sepse ata do i kish me Ramën. Do të bën pjesë në minoritet. Ata të Këshillit Bashkiak, ke ndonjë metodë apo? Ata do më duan mua. Do e bësh si Maduro, do t'i rash me. Jo, thjesht ata do më ata thjesht do më duan mua. Kaq thjesht i bindur. Ata tani nuk dalin dot hapur, e kupton? Pa unë di që ata më duan. Shoqë. Faleminderit Gabriel, fjalën e ka zonja Elida Buçpapa, e cila lidhet nga Zvicra. Gabriel, përshëndetje edhe suksese. Falenderoj. Suksese. Dua të pyes, a ke mbështetës, do me thënë ke mbështetës nga Partia Demokratike, ke mbështetës nga Tepelena, ku mbështetesh ti? Po ke bazën tënde të fortë. Tek fitoria jote. Fitoria? Po, këtë pikërisht. Këta të Partisë Demokratike të mbështesin, po të mbështesin? Okej, taj do të nisë një gjë shumë bukur. Në 2023 Edi Rama dhe Partia Socialiste u mburrën në gjithë Shqiptarinë që Tepelena është bastioni më i fortë i PS-s. Po. E kupton? Rruçit edhe këtij tërmetit. Nuk e di. 83% me 17%. Po. E kupton? Kur unë nisa bisedimet me Partinë Demokratike, sepse absolutisht si fillim unë dilja si kandidat në Partia Demokratike. Unë kalova shumë filtra. Nuk ishte daj shumë e thjesht që unë të vija këtu ku jam tani. Pra, tek shumë njerëz që asnjë nuk beson këtu, kur unë kam vajtur dhe jam paraqitur, si o vlla, unë dua të jem kandidat, më kam pritur në mënyrën më perfekte. Pra, sepse këtu janë imazhet e Partisë Demokratike të gjithë që janë të konsumuar, janë të konsumuar. Absolutisht askush nuk është i konsumuar këtu. E kupton? Sepse ti jesh në opozitë, vlla, është çike vështirë. Është çike vështirë. Nuk do të zgjatem më shumë te kjo pjesa. Ma kthesh edhe një herë te pyetja, se më thash më erdhën shumë mendime dhe tani si u dola na. Po ke mbështetje nga Tepelena. Janë 4 janë 4.000 vota në Tepelena. A ke mbështetje në Tepelena dhe a ke mbështetje nga Partia Demokratike? Po, prandaj nisa aq gjatë. Të gjithë hallka që unë kalova, pra të gjithë filtra që unë kalova këtu në PD-n e Tepelenës, të gjithë u bashkuan me mua deri në pikën që unë jam sot. Më kupton? Sepse është shumë e vështirë që ti kesh të gjithë në fushati ke me vete? Si? Në fushati ke? I ke në fushat? Në dalje? Jo, absolutisht jo. Tashi që ka filluar fushata. Jo. A ke në grupin organizativ, a çfarë? Ata po merren më shumë me pjesën e strukturave, po merren më shumë me pjesën e komisionerëve dhe vëzhgimit, por jo të dalin me mua në fushat. Absolutisht ata po bëjnë lidhjet e tyre familjare, farafisnore, me Krushit, e kupton, s'bëhet fjalë se kanë një kandidat potencialisht
që i ka bërë Partinë Socialiste të dalin në mes të shiut, në mes të natës, ministria me deputetin dhe me biznesmenin të dalin në mes të natës, në mes të pa drita, pas gjë të bëjnë fushat, më kupton? Duket O Gabriel, thej që ka qenë raporti 87-13, po tani që do futesh ti, si do ta transformosh këtë raportin? Nuk e di, me thënë drejtën, nuk do atje në fare, kam besim të madh, na dita në ditë, njerëzit, varet vetëm na unë, sa do japun deri ditën e fundit. Më kupton? Është si luasi ti burse për dita, nëse unë nuk prodhoj nesër, sigur zbet. Pra, njerëzit duan një ndryshim. Pra, e kupton? Po duan dhe ta shikoj me sy këtë ndryshimin. Pra, edhe detyra ime. Po mirë, ky regjimi i Edi Ramës të krijon presion, të krijon aty problem. Ja. Këta po bëjnë një gabim. Këta po bëjnë një gabim kundërshtarët e mi dhe këta do ja them në fund se do humbin. Më kupton? Të kesh edhe administratën në dorë, edhe të kesh dhe fondet e shtetit në dorë, ti vlla, vazhdo me fondet e shtetit, bon dhe një gjë këto ditë që është fushat, e kupton të ngresh moralin edhe fytyrën, mos u merr me administrata aty është, më kupton ç'do të them? Pra, unë vete në fshatra. Vajta një fshatë në motër, mos skandal nuk ishe ku të shkonte, kupton, rrugët. Ishte një fshat se kishte edhe një shtrirë të çuditshme, po në total beshin 5 kilometra rrugë. 5 kilometra rrugë, ti ngriu nesër, edhe shkoj i kështroj ato 5 kilometra rrugë. Mos na merti krye plagun e fshatit, bëja atje, shtroja fush me lule si. Në 12 vite, ata njerëz atje të njëjtat dallavere ju a bëjnë. Hiko vlla nesër, boja rrugën, edhe merju zemër, se s'ke ç'a bën, se ti vetëm të vazhdosh akoma t'ju hipësh mbi kokë. Nuk e di, prapa më kuptove. Kanë dhe administratën, kanë dhe fondet. Ta zgjedhin e bëjnë hapur. A ke grup shokësh? Sa jeni ju si ekip? Grupi jot sa është? Si ekip, po do të bëj show, unë vetë edhe me 15 makina nesër, sepse thash, në njerë, unë jam dhe ai figuranti që do dalë për kryetar, por baza ime në mbrapa është shumë e madhe. Pra, mbështetësit e mia shumë të mëdhenj dhe po shtojnë dita ditës. Absolutisht, po, absolutisht. Motër unë ta thash, që ditën e parë që unë kalova në për këto filtr, të rrosha njerëz me vetë, nuk është se më thanë ma, okej, hajt po ta japi ti, me që paske me qefi i këti tash atje jashtë. I mora, çdo kënd i mora me veta. Sepse thash, të dalësh dhe të kandidosh në një vend që është 83% PS, nuk është absolutisht fare lehtë. Dhe duhet të jesh shumë e këmbë në tokë. Por ajo që po bëj unë është këtu nuk e kam bërë deri tani opozitar të tjerë më përpara. Nuk e kam bërë. Edhe tepelensit po besojnë se mund të ketë një ndryshim te unë, me mua. Faleminderit e juve. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Ardian Murrej, i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, ju faleminderit. Zoti Guma e ndoqa me interes bashkëbisedimin. Desha të di se si e shihni ju zhvillimin e fshatrave të Tepelenës në dy anët e lumit Vjosa. Ndoshta edhe me qytet tjetër, ndoshta edhe me ndonjë qytet tjetër më pranë. Duke ditur se lumi Vjosa është i njohur tashmë më i vjetri dhe i egër i kontinentit evropian. Më krijohen tran me lumin Vjosa. Ja, ta mbaroj pyetjen, më fal. Do ta shoh këtë në lidhje me pasurimin, me ruajtjen e pasurive të burimeve natyrore të zonës, por diku lexova që emri i djalit tuaj është pas lumit Vjosa. Mos ta tregoni diçka familjare lidhur me të, që ju nuk jeni larguar nga vendi, jeni ri në moshë, keni lidhje shumë të afërt në fshatin dhe doni të punoni për qytetin e Tepelenës. Ja do ta nisuna.
më the për zhvillimin nga të dy anët e Vjosës. E pastaj do shkojmë tek emri djalit tim. Tepelena në fakt do ta ndajë në 3 anë të Vjosës. E para është qyteti dhe Luzati, pra që merr Krajina që ikën për një Gjirokastër. E dyta është zona që është ortodokse, që është përballë me qytetin e Tepelenës, që janë gjithë fshatrat përballë, deri dhe me fshatin e vet Alipashës. Dhe krajina e tretë dhe përsipër mbi Tepelenën dhe që shkon në drejtim të Memalje është krajina e Kurveleshit dhe krajina e Lopsit. Dim që më fal se po më se më bëjnë telefonat. Unë ta ndaj kështu. Në krajinën e Lopsit, që është pranë Memaljait, po është në krau këtej, është një zonë shumë e bukur, është një zonë që ka patur zhvillim në korat ilire, në korat pellazge, pra me ato gurët e mëdhenj, si në Amantia ose si në Apolloni, por vazhdojnë këto çështjet burokratike, nuk e dia kam iden pse. Gjithë ajo krajina atje e ka të pamundur zhvillimin. Atje vetmja gjë që zhvillohet është të lindesh fëmijë dhe të largohen. Kaq që të bëjnë si zonë, kaq është bërë për atë zonë. Duke qenë se është shumë pranë me rrugën nacionale, shumë pranë me Vjosës, e gjithë krajina e Lopsit, që Lopsi nxjerr vetëm patriot, nxjerr vetëm adetar, nxjerr pra njerëz që duan vendin, probleme që ata mos të mendojnë për asgjë nga këto. Vetëm për një urë që do ta lidhte me kraun tjetër të Vjosës, njerëzit atje nuk kanë mundësi të mendojnë gjëra të bukura. Nëse do kthehemi në kraun tjetër, që është zona nga vet Alipasha, nuk po vemi drejtet e Lumi, se drejtet e Lumi i vllai kam ide që nuk përfundojnë dot deri nesër. Nëse do vemi në krau tjetër, i krajinës e Lopsit, kemi malin e Shëndëllisë, që është eksaktësisht përballë me qytetin e Tepelenës. Pra pasarela e Lumit dhe shkon sipër quhet fshati Beçisht. Fshati Beçisht është një nga fshatrat më piktoresk, pra lind dielli në pikë të mëngjesit edhe nuk ikën dielli gjatë tërë ditës. Ndodhet shtëpia e Alipashës. Ka kaldrëme të vjetra të lashta. Ka lidhje në përshtegje me gjithë rrezën e malit, pra një fshat me një potencial të tmerrshëm, të jashtëzakonshëm. Kemi kraun e fshatrave ortodoks. Pra janë fshatra që ikin dhe në drejtim të Gjirokastrës, nis me Hormovë dhe deri në peshtanin e Merobazës, të njohurin. Këto fshatra prap nuk kanë një lidhje me njëra tjetrën, pra duke qenë edhe fshatra të një feje, një tradite, ato fshatra janë kështu e si botë më vete, po brenda vetes se kështu në tërësi janë prap njësoj. Unë kam menduar një gjë shumë të bukur, duke lidhur dhe me një çështje shumë delikate, po që unë do t'i jap zë, është për Hormovën. Nëpërmjet Hormovës, pra që është në drejtim të Gjirokastrës, vjen rreza e malit vjen përballë me Tepelenën dhe kthehet për malin për në fshatrat e Peshtanit, Anditutje, do të bëjë një aks tjetër Buzë-Vjosa, që jo vetëm të ketë rrugë makine, të ketë një pedonale, të ketë dhe një pistë për ciklizëm ose për sportet e tjera me rrota. Edhe absolutisht, gjatë asaj vije të zhvillohen biznese, por biznese me njerëz vetëm në ato fshatra. Pra, nuk e di, pra ai shko sa do jem unë, do zhvillohen ato biznese. Pastaj, kur të mos jem unë, nuk e di si do procedohet. Po që unë i kam ca bindjet mia që i kam shumë radikale. Kjo është ndarja që bëj una midis krajinave. E ke majtë tamam. Si? E po thej që ke tamam i majtë, sepse që ke i majtë, sepse një biznes tjetër që s'është në linjën tonë atje, nuk e lejon fare. Po fare, jo, është një gjë që shumë radikale, e kupton? Po. Më falësh, po i them me bindjet plot. Në qoftë se të zbresim pastaj vetë në buzë luginës së Vjosës, zhvillimi i sporteve ekstreme, që Shqipëria nuk njeh as edhe një sport ekstrem. Pse jo në Vjosë?
është një mrekulli, vetëm ti të ndezesh një dron edhe të kapet ai momenti kur hidhet ai në ajo trampolinoja që është gjë më e bukur. Ose mbase unë jetoj këtu edhe më duken, jo, po kur vinë miqtë e mi që i sjell dhe shikojnë është e madhëshme. Pra ka ato panoramat e saja. Përpos këtyre, se unë nuk e di pse jam kapur me këtë pjesën e sporteve ekstreme dhe me turizmi malor, pra turizmi malor i them zhvillimin të alpinizmit e të tjera. Mos i tani në detaje. Të të bëj një shembull që mua më bën shumë përshtypje. Edhe e kam në përditshmëri dhe nuk e di, më çakordon fare mendërisht. Në Tepelen ujtë ftohtë u bë një biznes. Shumë i bukur, një hotel gjigant. Edhe nga që janë dhe i profilit të vëllai, nuk rri dot pa e komentuar ose pa dhëmën. Vete bën një hotel shumë të bukur, luks. Bën restorantin, që s'bën sens fare me Tepelenën, s'bën sens. Dhe asgjë tjetër. Pra, bëri hotelin, bëri restorantin, edhe na vjen zoti Rama dhe thotë që ky është zhvillimi strategjik për Tepelenën. Pra, ky është ajo që unë di të bëj. Jo Rame, nuk është kjo. Pra, nuk është ideja që të shtojmë hotelet dhe restorantet. Hotelet dhe restorantet Tepelena ka mjaftueshëm, ka boll. Pra, nesër të bëhet një ndeshje e madhe, di Real Madridi aty, kupton, në Gjirokastër, dhe të ketë tifoza, ka hotele sa dush. Ka mjaftueshëm hotele. Çfarë mund të bëjmë më tepër se hoteli dhe kjo, restoranti. Pra, edhe gjithmonë më bënte përshtypje se vinin turista dhe vinin se unë kam lokalin tim sipër. Edhe vinin turistë të çakorduar fare se çfarë do shikonin, Do shoh. Okej, pat, ja, kjo është burimi i ujit. Kaq ka I them unë këtu ja. Ua, thot, ma nuk ka asgjë më tepër? Jo, kaq është, mbaroj. Nuk ke çfarë të shikosh më. Okej, mund të gjitesh në këmbë, absolutisht, do të shoqëroj unë, I futem I shtegjeve të malit sipër. Pra, unë do jem një jo vetëm ai personi, pra që do ja vetëm firmën që okej, ti ke për ta proceduar, ti do marrësh leje, ti do e bësh. Po, pa e shqyrtuar, siç duhet, një zhvillim të vërtet për bizneset, nuk ka mundësi të bëhen. Pra, me mua nuk do hajnë kokën. Pra, nuk mund të bëhet vetëm hoteli dhe restoranti, por do shtohet për shembull që ai turisti të ketë një arsye pse të rri aty tërë ditën. Pra, një qendër spaje bus vjose do ishte shumë e bukur. Një qendër spaje e hapur. Minimalisht pista tenisi, minimalisht pista basketbolli, po minimalisht një aks vrapi. Më kupton, nuk mund të bësh tani hajde të kam unë ca lek, po vina jashtë, o vlla unë do të bëj hotele dhe restorant. Jo. Pra, këto janë gjërat që bëjnë diferencën. Pra, të mbajmë turistin aktiv, pra 6 orë për shembull. Gabi. Se nuk I bën vetë. Una? Ta jep ligjit. Po ta jep, jo ti si Gabi, jo ti si bashki, ta jep ligjit drejtën të krijosh ndërmarrje mikste. Për zotin, do doja më shumë se sa ti isha kryetar. Se preti nga private të bëj kushtenisi, bëj ti. Ti për kërkoke taksa paguesit të paguaj usimin për në Japoni? Sa të bëj një kushtenisi, në qafsh. Apo jo, këtë gjë që thua ti, mos I prit nga privati. Këtë gjë që thua ti, në bashkia e Perëndimit. Më fal, jo, nuk ma kuptova. Unë e kuptova. Gabrieli thotë një turizëm I miruar, me një shënjestër aty ku ai mendon se mund t'japë. E di me ti, po se ka gjithçka biznesin dorë. E ka dhe komunitetin këto thënë. Jo, se u ta shova eksaktësisht e një biznes. Pra, unë po flisja për atë. Biznesi shkon ku shpitimi, mos I merak. Biznesi shkon ku shpitimi. Biznesi shkon ku shpitimi. Dhe ky është dallimi midis biznesit dhe ti si djalë I ri që të bësh politikan. Që politikani shkon aty ku shpitimi. Unë I det për komunitetin tim dhe çdo komunitet im unë I kam vlla. Po tani nuk kam aq mjaftueshëm kohë me mendjen time sa që të merrem dhe çfarë bëjmë bizneset valla se tani. Kjo është ajo pra që po flasim, mbajmë njerëzit këtu. Gabriel, do të mbajmë të rinj. Gabriel, më fal. Që është të gjë aktivitetet kaq shumë larmishme është O Gabi, ku po
i jep intervistën? Ku jene, me Malia apo në Tiranë? Una jam te Pelen. Te Pelenia? Gabriel, të lutem. Ku tamam? Këtu është rruga që është e karburanti në hyrje të Pelenës. Gabriel, të lutem, se mbeti pjesa e fundit e pas shpjeguar e pyetjes time, dhe unë shoh që debati është interesant për të zhvilluar dhe edhe në Tepelen juve ju mungon debati me palën tjetër që kandidon ose me ndonjë forcë të caktuar, po do mos sqarosh emrin e djalit dhe vendosmërinë tuaj për të qëndruar në Tepelen. Unë do sqaroj emrin e djalit dhe emrin edhe mbiemrin. Dhe mos largimin drejt emigracionit. Edhe mbiemrin tim. Ausi është thjesht Vjosa, por unë kam një ndjesi që është thirrur nga pellazgët dhe nga ilirët. Ausi pra ishte ai perëndia kur Vjosa busheshe, ishte shkatruse, nuk është si kjo Vjosa e sotme. Edhe njerëzit i trëmbeshin forcës së Ausit. Pastaj unë e lidha dhe me emrin e babait tim, Altin, pra Aus Altin Guma, që do të thotë floriri i Vjosës. Ky është emri i çunit tim, pa absolutisht, dhe më bën se unë kam lidhje shumë shpirtërore me vendin tim. Keni vendosur të mos largoheni nga vendi pra? Keni vendosur të mos largoheni? Po. Shiko, mos largohemi. Unë gjithmonë e mendoj, unë jam pro largimeve afat shkurtra. Pra, hajde, një eksperiencë e re, ktheu përsëri. Shtoj një koment tani për pyetjen e fundit time, por për të komentuar atë, mendoj se duhet i qëndrosh asaj që thënë fillim, shpopullimit. Mendoj se po arritet të kesh fokus i kesh popullimi, arrin dhe bizneset. Pyetja ime është, ti je mjaft i ri në moshë, po bëra një llogaritje, kur ke qenë moshën 12 vjeçe, Edi Rama ka marrë qeverisjen e këtij vendi Shqipërisë. Çfarë mendon ti për kryeministrin edhe për qeverisjen socialiste e cila ka mandatin e 4? Dhe për ta mbyllur, a ke pasur presion gjatë kësaj fushate për të tërhequr nga gara si kandidat i pavarur? Jo. Okej. Atëherë unë di të them vetëm një gjë, që nëse unë bëhem kryetar bashkie, bashkëpunimi im do të jetë i drejt për drejt me kryeministrin e Shqipërisë, ku çdo qoftë ai dhe ku në çdo anë partijake të jetë ai. Se nuk e di me. Dhe është për të ardhmen, Gabriel, çfarë mendon në këtë moment për qeverisjen e Edi Ramës? Qeverisja e Edi Ramës, unë nuk jam politikan. Më kupton? Unë nuk bëhem me politikën, nuk. Pra, unë gjërat e mia do t'i bëj komfort ligjeve dhe strategjisë time dhe nuk më intereson as Rama, as partia Ramës, çfarë bëjnë ata. Më thonë, ato le të merret spaku, le të merret gjykata, kushtetuese, çfarë këto me radhë. Jo, një koment, një mendim tënd, nuk e ke ti thua që aktivizmin tënd apo reagimin tënd ndaj shoqërisë e ke shprehur përmes artit. Mund të ma thuash edhe këtë reagim si mund të ke, më thon, flasë ke marr Edi Rama ka qenë kur ti ke qenë 12 vjeç, kur ka marrë drejtimin e këtij qeverie, e këtij shteti, këtij vendi, dhe sot ti je kandidat i pavarur i Bashkisë së Vendimit tënde. Më përpara Rama. Po unë nuk dua që ti të flasësh shkeq, nuk dua që flasësh. Po jo, nuk kam se e kam. Është kolegu im, është jemi artista, jemi piktor, jemi kolegë para punës, sa ta kem unë ai kryeministri im. Me pra, unë doja dhe thjesht në komentin tënd. Para Rama dhe PS-ja të merrnin në qeverin atë pushtetin, ka qenë kryetar bashkia, më duket? Në Tiranë, po. Po, edhe unë kam qenë akoma dhe më i vogël. Edhe ishte ajo procesi që filluan të ngjyroseshin pallatet. Edhe unë kam pas dhe çikte që hutohesha. E kupton, dhe mundësisht kur shikoja ngjyra nëpër masa të mëdha, vija dhe shikoja kështu i hutuar komplet. Sa që mua mund të ketë bërë në një si manipulimi. Hipnoz. Gjithsesi, dhe thosha unë, kush i bën këto gjëra kaq të bukura, por kur vitet kaluan dhe ku jemi sot u kthyen në një tmerr. Shaka. Okej.
Nuk kam një koment. Besoj se Ta them me në shpirt, rregull, nuk në kam një rregull. koment edhe nuk është pjesë e asaj që unë kam objektiv për të bërë. Jo, Pra, po ti përfaqëson opozitën. Përfaqëson je Mendimi përfaqësues ndryshe. i pavarur, Po, po ta them një gjë. je i opozitës. Më the shumë bukur i pavarur, po absolutisht përfaqësues të opozitës, sepse unë shikoj te opozita që opozita është për familjen. Më kupton? Pra, siç e shikoj unë, demokratët janë më shumë pro familjes. Në di, kjo lë shumë koment brapa, por unë e them këtë dhe e them me shëndisje, tamam. Pra unë jam më shumë të Do me ngritur. thënë, ti përgjigjesh që pyetjes që të pëlqen ideali i opozitës, që është familja, por nuk i përgjigjesh pyetjes për thënë që nuk të pëlqen ajo linja Prandaj unë jam i pavarur dhe prandaj Mendimi i Gomës është që Edi Ramën dhe qeverisin e tij duhet merret drejtësia. Absolutisht, nuk është puna ime. Unë nuk do të dal nga fokusi im. Më kupton? Unë kam ide të qarta këtu në Tepelen. Të merret drejtësia. Absolutisht, unë pra të punë shkruaj në Tiranë dhe rria atje, këtu dhe merresha me këto gjë. Jo. Pra, e di si i them njerëzve unë këtu? I them, ore, nuk është e vështirë për ju, pra i them kur ta çoni dorën, nuk ka nevojë ta çoni, i them unë na majtas, djathas, mbajini më drejt jam unë. U marr nga të dy, sa të mundem, më kupton? Për të arritur qëllimet e mia si patriot që jam kundrejt Tepelenës. Faleminderit Gabriel, nuk e di nëse ke për të thënë diçka në një mesazh tënd në një gjë, ne të ftojmë. Unë kam komunikimin me personin që të kuron raportin me mediat, në qoftë se ti ke diçka për të thënë gjatë kësaj kohe që jenë fushat, ne na ke në dispozicion. Ke dhe portalin Voal, që është i botues Skënder Buçpapa dhe Rita Buçpapa, dhe portali ku ne mbështesim publikimet tona, pra ne jemi në dispozicion për të përcjell një zërin tënd, për të mbështetur në këtë garë, në mbështetje të profesionit tonë gjithmonë, për të ruajtur atë linjën e drejtë që ti e ke edhe në fokusin e këtij kandidimi. Për Tepelen. Që do të bësh një garë spektakolare. Inshallah. Më bëte pyetjen që unë jam hasur sepse qyteti është shumë i vogël edhe rastisht të shkëmbem me kandidatët kundërshtar. Ishte një moment që tani më kalojnë dhe unë isha në një lokal që po kisha intensivisht aty, apo që do bëj këtë, do bëj atë, edhe kalon kryetari i Partisë Socialiste me deputetin, me kandidatin dhe në fund ishte ministrja, me vrap dal jashtë. Ministre, i them, ku po ikni ju, i them, unë, si s'përshëndesni kur kaloni? Thotë mua, ua, më thama ku shqen ka. Në dëgjoj. E keni marrë shumë thjesht. E kupton, unë kam fillu me projekte, tani do bëjmë një fushat i tash që dinjitoze i tash se kemi dhe momentin që jemi në fokus, Allah. Jemi dhe fokus a promovojnë Tepelenën në maksimum. O motër. Është ministër. O motër ministër, haj tani se kemi dhe fokusin, ta e qa na e bani betin ka i shpërsh, se pas keni qënë të lodhër fare. E kupton, ku? Jeni mësuar e tash unë që s'boni fushatet që ka dalë në njoni për bale, me ide, me gjona, edhe e merë një këshuja, jo po kap administratëm, mbledhje me pleqëri, gajti japi një direktyr, o vla ngrije, e kupton, po flasim me gjë shumë të bukur. Frymëzoj bazën. Frymëzoj bazën. Duhet frymëzuar elektorati që të votojë. Kush po e të fjallë, mos e... Kush ministri? Po pra... O vlaj! Kush ministri, e kam seriozisht ajo... Kumbaro, kush është aty? Po, me zonës. Edhe ti ministri, nuk e dhe emrin, me kë po prisje, me kë ministre? Po Kumbaro do jetë, Kumbaro i ka lënë punën si ministra arsimit, se nga që arsimi në Shqipëri është në nivelet më të larta, dhe po merret me mua këtu. E falenderoj, unë ka patur fiksim. Ajo është deputeti Gjirokastrës, apo jo? Po, absolutisht është ministre e arsimit të Shqipërisë. Okej, unë mendoj se jemi perfekt në kohë, një orë e plot. Falenderojmë Gabriel Guma, kandidat i pavarur i Bashkisë Tepelenës, së zgjedhjet e parakohshme 9 nëntor 2025,
Të urojmë sukseset, përgëzoj për sinqeritetin dhe mënyrën kaq të thjeshtë që bëre këtë komunikim. Paç fat, Gabriel. Falenderoj shumë.